Unë dua t'ju tregoj një histori të shkurtër për një dhelpër dhe disa rrush të ëmbël. Një ditë, një dhelpër po ecte nëpër një vresht. Ajo pa disa kokra rrushi të bukur, të varura lartë. Ju duken shumë të shishme dhe donte t'i hante. Dhelpra kërcyu një herë, po nuk i arriti. Kërcyu përsëri, prap nuk mundi. U lodh, provoj disa herë, por rrushi ishte shumë lartë. Në fund, ajo u ndal dhe tha me vete: Këta rrush që n'kat pa pjekur, nuk i dua fare. mesashi i tregimit është, dhe unë besoj se Do një herë, kur nuk arrim diçka, përpiqemi ta zvogëlojmë vlerën e saj. Por e vërteta është, duhet të mësojmë të pranojmë dhe të përpiqemi më shumë